Shiko, po nga keni prej ardhen dhe e them me shumë krenari që jam shqiptar. Shqiptari Alban Dervishi, zyrtar ekzekutiv shqiptar-amerikan i USS Pearl Harbor, është planifikuar të marrë komandën në qershor 2025 të kësaj luftanie të SHBA-ve. Lajmin e ka bërë të ditur Ambasada Amerikane në Tiranë, e cila ka publikuar edhe një video të Alban Dervishit, i cili në gjuhën shqipe tregon se ka lundruar me anijet amerikane në çdo det të botës dhe ka marrë pjesë edhe në operacione ushtarake tepër të vështira. Ambasada amerikane shkruan në postimin e saj se Dervishi ka lindur në Tiranë dhe është me origjinë nga një familje ushtarake. Po ashtu në njoftim thuhet se Albani dhe prindrit e tij emigruan në Shtetet e Bashkuara 25 vite më parë për të ndjekur ëndrrën amerikane. Përshëndetje, jam Alban Dervishi, lindur e rritur në Tiranë, shumë Petronini, kupton, në shkollë mesme dhe isha vetëm 16 vjeç, kisha mbaruar vitin e dytë në gjimnaz dhe vajtëm në New York. Ndihem shumë krenar që këtë qershor të marrë komandë të USS Pearl Harbor. Kam një jetë të tërë që e prisja këtë moment dhe është një nder, është një nder sepse gjatë gjithë karrierës tonë ne dedikojmë shumë kohë për të arritur këtë maj dhe me jepet një shans fantastik dhe me zorpres të kryet detyrën. Das baban, das gjyshin e kam pasur ushtarak, kështu që ushtria më troqi pak duke menduar që Amerika, kupton, pikërisht ajo Amerikë me ushtrinë më të madhe në botë, mu dha kjo mundësi dhe thash pse jo, ty ushtrisë amerikane. Me thënë drejtë kam filluar si marinari thjeshtë, gjithçka shkoi me shkallë, një mundësi më shumë e një mundësi më shumë lëvizën gjërat. Gjatë karrierës time kam qenë në 7 anije të ndryshme dhe kam lundruar çdo det të botës, duke përfshirë edhe operacionet më kritike si të luftës të Afganistanit, Irakut dhe operacionet e tjera. Ekziston një farë theksi atë dhe gjithmonë tërheqja atë pyetje nga dikush që shiko, po nga keni prej ardhen dhe e them me shumë krenari që jam shqiptar.